O me qerosa. O me qerosa? Ja, po ti e ke mulu. Se më ka dalë prap lesht. Sa rrujta këse E rave. di çfarë do bëjmë sot. Haje Se shala. kena pozicionu kështu tërthorazi. Po tash e kena druqik. Jena bosi drejtza të kithta, që rrim bashkë po spiqen kur. Bela matematika. Sot siç e shihni, e di që ju tham herën e kaluar, jo po të flasim për Dr. Stone-in, më thet thash. Po bëmi analizë. E bëmi fare analize, edhe duke qenë se Dr. Stone fillon sezonin e ri shumë shpejt, tham pa e lejmë çik marrojën e këtu, ta e zaurojmë prej fillimit në fund. Për çfarë do flasim sot qerosa? Sot kena për të nisë Mos e shif këtë se nuk ka lidhje, po. Jo, unë jam shumë casual sot. Casual. Jemi për qef sot. Si... Sot kena me nisi saglale për qef. Duke qenë se për Dragon Ballin nuk kena fol po thyshe fare, që ka episodi parë kur ka nis ky podcast, kena menu me nis i sag me disa episode për Dragon Ballin. Ti marrim gjitha sagat prej fillimi deri në fund. Deri ku ta ketë bëj hymër perenia, atë keqen. Me Terezi. Ashtu. Kur ke filluar me pa Dragon Ballin? Do ku ke filluar se kur ke filluar më vetë se ka lëmë gjithë. Atëherë ka pas nis që në fillim, ka nis që të zëja të digitalbit. Do jepte se ke pa Italia 1 di? Po te Italia 1 kena pa dhe gjithin. Asillav. Thjesht shifshim Gogu, kuptoj që ngrejtë durët, bote këte, bota ne, se aty në Itali ka pasat shumë për. Këtu të ne fillun vonë të u dublu. Këtu ka fillu, po, tamam ka fillu shumë vonë, 2007, 2008. Po pra, kur ka dalë digitalbi atëherë në 2005, 2006, gërvish dhe fitot. Gërvish dhe në fitot, keqen. Kujti binde fati? Eksakt. Dhe ka pas nis direkte që ka zëja jo. E kam pas morë episodet e para dhe arritë deri një farë pike, deri aty ku viteve të gjitha. Deri aty e jepte maksimumi. Po. Jo, e kam falë se të rejta ka qenë deri te turnamenti i parë, që del Piccolo. Që ndeshen të turnamenti i parë. Ti Dragon Ballin pa fillu zëja akoma. Po, Dragon Ballin start lele po flasim. Dragon Ballin e ka pasur me shumë filler, me kështu shumë shkurtime episodesh për shembull, se unë kur i kam pa këto mrapa për qef. Kanë qenë këto tjerët si Piccolo, këto si po, ky mbreti, ç'është ky? Jo, këto që ishin kështu burgjeshil, po që ishin me krah, që ishin demon, po që i futshin si Piccolo, po si specifikon të ishin Namek. Po pra. Ka ca episode që dalin fare të dublu me shqipët. Domethënë janë komplet, domethënë nga 100 këto episode. Po, ec. Po janë parëndësishme, as jam ça. Okay, më rregull, që kanë kështu. Hajde më marru. Kene kjo këtu tash. Lale, që në momentin që kur nis që vje Goku, ton që deli fëmila kur i vllan pyll me bisht. Kupton aty e kupton që s'ka evolu ky tipi akoma. Ka ngel Homo sapiens hala. Ka humbi update-et e funit. Vje Goku, lale trajnohet me Gohanin, me gjyshin e vet. E gjen ai. Po, e gjen në pyll ai. Po, edhe ai si gjithë burrat si pa kujdesshëm i hiku nga duart. Eksakt. Dhe për mua e pike e parë që ka qenë, se e ka nis shumë bukur dhe Toriyama, vlla ka qenë me Ozarun, që bëhet Goku Ozaru. Primitiv. Që vret Gohanin, domethënë gjyshin e vet, kur shef hënën. Kurse më kujtohet një sken tjetër, nuk e dia është e anime, tamam apo te një nga këto filmat e Red çka kanë këto? Është ajo kur vrasin atë androidin 16-a, 14 çka ai. Ai që ka që është Frankensteini. Po, e di. Goku që transformohet dhe bëj super Kamehameha që i shfaros gjithë. Ajo aty lale, supozohet se Goku aty kap Ultra Instinctin e parë, se po ta shohësh dhe aurën që ka rreth rrotull. Në mënyrë se si e kanë bë. Bravo, është komplet blu. Ka debat shumë këtë, tash na hape punë për diskutuar. Po për këtë punë jena lale, pa aty supozohet që të jetë bë Ultra Instincti i parë, pra potenciali Gokut që aty është pa. Ka shumë pastaj kur pi atë ku ngjitet. 8 ka pasaj. Android 8. Si thash 16 në Po pra 8, 16 ka qenë ai si El Charaui, me ato të kuqe shumë mes. Çuni aty tjetrit. Se kështë pozicioni vetaj edhe për Sgjani. Tash e di ku do të fillojmë tamam ti bëjmë skip gjithë Dragon Ballit se besoj shumica se kanë pa ose po e shohin ditën e sotit, do të fillojmë fix sa zbret Radisin tok. Ose nuk fillon aty tamam. Që Piccolo, betejat e pare që janë me Piccolon, që zbret Piccolo në tokë si vezë, nuk thuhet, ose të paktën të ato episodit që kam pa unë se e kam pa nga digital për fillim. Po, fikse, jep që nga ato fillon, por që ajo më duket është Dragon Balli, nuk është zëja. Jo, nuk është zëja, pra, fillon se Dragon Balli. Vje Piccolo në tokë, vjen që si
Fillon vjen kështu bëhet si Denda në i vogël. Po, është vezë në fillim. E kishte kur vrau Piccolon The Demon King Goku, kur ishte fëmijë, çfarë bën ky nxjerr këtë vezën dhe thjesht ta hedh diku që edhe Eksakt pra. Domethënë kur e mendon thell Piccolo dhe Gohani kanë 2 vite diferencë. Ose Goku. Po, teknikisht po. Goku vrau Piccolon, eksakt. Pas 2 vitesh Goku erdhi 16 vjeç ishte rrit. Po se jam me vite namekiana ato. Këto heci shpejt të vetëm ujpin. Eksakt. Në anë një zhëlligje. Ja Gjerobi për mu, Lale, është karakteri më karagjos aty. Ky tipi. Më i parëndësishmi është. Jo, i parëndësishëm. Nëse ky prej u bishtinve xhitës për atë punë Ozaru. Mirë, po mos ta shohim kështu se shiko, ky është domethënë për mendimin tim Dragon Balli për kohën që ka qenë, besoj kanë qenë pak më reale, më afër njëri tjetrit, për shembull Krillin dhe Goku ishin shumë afër njëri tjetrit, a kuptohet? Morë është tash i superin. Eksakt. Si konga Elvanës, afër dhe larg. Kurse pastaj ka pas larmishmëri karakteresh të Dragon Ballit. Jo, jam dhe unë dakord me ty. Kanë pa gjithë tamam, po besoj skenat më epike i kanë pa, ke pas Yamchen që ishte më i fortë se Goku. Po pra, Yamchen starti, pastaj ishte Tien Shinhani me Chatsun. Pastaj Tien Shinhani, a kuptoj, ishte ai si miell, çakaj, ai që mjeshtri Leilek, çka ishte që stërviste Tien Shinhanin, a kuptoj që supozohet ishte super i fortë. Ishte mjeshtëroshi, del ai Jackie Chani, që ishte ai që bëhet mjeshtëroshi, po pra, ishte mjeshtëroshi i kamuflum. Ishin këto si fiset Maja, këto që ishin këto amerikanë, ai që manda atë të kokë, që ishte super i fortë. Që ndihmon shkoj te kulla e Korinit. Po kur del Popo për herë të parë. Që ishte më i fortë se Goku që i donte ditë me unjit atje lart dhe këto thjesht i bëj kështu sikur Goku s'ishte asgjë. Domethënë ai supozohet shkonte të ndeshte me Piccolon, domethënë këto i thon merr këtë me pikët ujë, stërvitu këtu bab dhe je super. Zbrit vëlla. Zbrit vëlla. Se bë më me unjit deri këtu. Po është kështu nëse mund të fusim pak superin pak fare, atë Diamond pak fare. Pse? Atë kujtohet kur vjen ky Goma dhe kalojnë ai peshku që ishte ai gardiani e eroja. E di. Edhe është ka të njëjtin pozicion, është gardiani i këtij. Po pra i Zotit, domethënë që tokës. Janë shumë të fortë, po jo të fortë në të njëjtën kohë, se thjesht nuk i përdorin fuqitë e tyre, kanë një urdhër në kokë, do bësh vetëm këtë, janë si Zeno lele, që mund të jenë super të fuqishëm, po thjesht janë kështu si Umbameno kështu më parë të parë. Hajde kaq vllai. Jo, jam dakord me ty si teori. Po, edhe këtë pjesa, okej, unë them ta fillojmë te Radisi. Bolli bom paranteza sa dush lale tash. Super start here. Po të flasim për fillimin e zi, super start me Radisi, se ti që fillim të vjen Fly Goku lale. Po, Fly Goku. Domethënë ai e kupton që ai është i vllai. Domethënë Radisi e di që është i vllai. Ishte shumë i vetë, kishte ardhur me adresë sakt burri botës. Po, kuptoj, ai tha do mor 2 sajanët që janë aty, me që jemi pakicë, lale, na ka shujt opozita. Hajde. Ne bëhemi prapë majoranca na kanë bërë opozitë. Pra më fal, majoranca, ndjes. Po, e di kush ka qenë në bukur aty se, domethënë këta ishin, domethënë ishte prezantuar kjo pjesa e fit body me muskuj, po bëhet lla vite 80, e kupton, ne s'kishim lind atëherë, as nuk ishim plan. Edhe vjen Radisi dhe është komplet buff, ta kupton, me muskuj, super i fort, me atë scouterin që ishte hera e parë që i thoje për shembull ti je kaq i fort, ti je aq i fort. Edhe skena është kur zbret këtu del ky tipi po katnari me çifte. Dal kush kalon? Edhe ai është shef, dhe ky bam i gjunë dhe ky thjesht apo tim. E disa kishte level 4 si ne. Se e majmë si tash kam luti loj që ishte me 12 apo 7? 1. Ai të punu gjithë ditën në arën aty. Kuptoni 1, po këta qyrsa që janë kështu gjithë ditën kafeve. Këta janë minus 7, si breshka. Si doli breshkës, minus 7. Nuk e di. Nese. Zbriti Radisi, live fire skene, rrotulloi kokën, tha njëri i fort, tjetri i fort tani. Edhe e bukura është që Radisin vlla u bashku Piccolo, Goku, ky Yamcha që vdiq normalisht. Po vlla.
Jo, po fus skenën kokë Piccolo, vetëm Piccolo apo dhe më duket janë që ringjallin dhe pastaj kur vjen, jo, e ringjallin sepse duhet një vit që të vinin Napa me Vegitën dhe ai prap vdes direkt sa e kanë njall, direkt e vdes se i shkoi i jeshili një si po burrec. Ky jam që hy vetëm me të kuqe. Për zotin. Nuk ka shpëtim sa hy. E di si është janë çelele. Është si të futesh në lojë me Sergio Ramosin, e ke sigurt kuqe. Do ikësh nga loja. Dhe njëta gjë. Dhe bohem bash Piccolo, çat konge ka. Tirshinani, kjo pastaj ka qenë epike. Nëse. Roshi, kupton? Jo, Roshin e lën te ishulli me gratë. Po. Që vjen Kiki bul me. Ky vjen tash shiko prezantimin parë ishte ky. Erdhi, i shkoi këtu në derë shtëpisë, i tha Gokut, "Hajde vllazë, do i shujmë këto", i tha. Kakarot. Kakarot pra. Falë se mos i keni rënë gabim me shoqë. Si jeni ju familja e shokut Kopi? Po, neve jemi dhe. Kemi ndruar gjendje. Mori Gohanim krah, e futi te iPodi e ne hiku. A e kuptoj? Erdhi Piccolo pastaj dhe i thotë, "Olla, është i far presioni ky." Se s'na ka rënë ne po i thot Goku, po ne të dy rrafëm deri dje. Ato rrafëm po. Të dy bashkë se mysim dot kat. U bashkuan pra, shkoi dhe Tirshinani. Goku që fluturonte, Piccolo që fluturonte, e kupton? Jo, fluturonte edhe Goku. Jore ka hik me ren atje. Që i thot Goku Piccolo so vllai thot, tamam thot me bo gara me ren time. Po, e vërtet. E kupton te Piccolo që të aura farming kështu të hec të fluturosë të hec. Me krahat palos. E të keqen. Zbresin atje. Edhe lëvizja parë ishte Gohani zemra, Unleashed Potential. A kupton thjesht që tu ka bot Toriyama. Që i shkon tintet e para. I shkon power level 1200 më. Edhe mbi atë, i shko baraz me Vegitën. Edhe Radis i tha, "Prit valla se 800 ko mund, ç'a bëhet?" Shkoi baraz me Vegitën, pra 1200 kishte Vegita. Po, chill. Domethënë ishte frikshme. Tha, nga po më vin këta kur shikonte podi që kishte aty që ishte thjesht Gohani, që ishte fëmijë që këtu s'ja merrte mendja që një fëmijë low class, se supozoj të ishte edhe i shartum, si ishte Asajan tamam. Ta s'ka mundësi. Edhe pastaj vin këta. Ja, ky katonari. Ustaj. Me dahonin në lullën. Po shë reklam për gjitha që dahoni ose pas ka i vinë. Edhe unë e bashkë. U them ja ta vrasin e këtë ne i fusim i pushim të vogël i 5 sekondësh. Ja thua? Që të vim kështu pastaj direkt te aksioni, ta mbyllim këtë Radisin kështu bap direkt. Jam direkte po. Radisi supozohet ishte krau i djathtë i Vegitës. Radisi praktikisht ishte një mosh me Vegitën. Edhe ke filmi kur kanë bë Broly prapë pa i kanë bë prapë një mosh. Është një gjë. Kanë qenë të dy bashkë, Radisi nuk e di, ju që po na shihni mase e keni si teori, po nuk ka qenë konsideruar si Goku low class. Jo, ishte middle class. Ishte middle class ose jo elit, po ka qenë i lartë në rank, domethënë, ka qenë dhe më lart se Napa. Patjetër, pra ishte krau i djathtë, Radisi ishte krau i djathtë, Napa ishte kujdestar. A mendon ti si puna ime që Radisi ka qenë më i fortë, po thjesht mënyra se si këta e vran, domethënë se këta ky i trajtonte kështu këta më bursizara, e kupton? I rrotullonte sipas shefit. Nuk është se stërvitesh me dikë. Thjesht ai ka bishtin e paralizoi. Bikodinat. Ka vetë çik njishin do tash. Se tregon kështu në anglisht, po njish është. E kuptoti? Vetëm me bikodina se di se do të Radis. Po, ky sigurisht kishte humbur beri. Me rob shpije. Nuk e di vallaj. Po Radisi supozohet, domethënë edhe Bardaku, që ishte i Jati, kishte shumë krenari për Radisin. Po varet në cilin film e shes. Jo, në të gjithë. Te të dy filmat po. Në të dy filmat Radisin, domethënë, te filmi i fundit, Bardaku thjesht merakoset për Gokun se ka shpresa kur është inkubator. Tani atë pëlqen filmi për Bardakun fix? Filmi për Bardakun fix. Ai është karakteri im i preferuar, po të flasim. Ata e kanë bërë tamam sa janë. Mbas Vegitës, thjesht për faktin që është zhvilluar, Bardaku është karakteri im i preferuar. Se ai është Super Saiyan i parë, ta mbyllim me kët. Ta lëm këtu, është Super Saiyan i parë. Nuk e dim. Ja ta them unë, po e them pjesën e dytë. Është canon, po e diskutojmë pastaj.
erdhëm prap. Se drejtova kapelin, po dashje. Se na hyn ti me atë, unë me këtë, po flasim për këtë. Pra. Hajde gje. Trio. Trio. Po do i morëm gjitha me radhë, mos u mërzisi, sa të marrojmë kët. Eksakt. Do e bëjmë me letër me vrim, pastaj atë, këtë. Unë them më mirë Naruto lele. Ashtu thuve? Ta bëjmë me letër me vrim, them. Me letër me vrim vllai. Ose e di ç'ke, do e bëjmë kështu. Komentoni cilën doni. Po, për zotin. Doni Naruto, ose të marrën Dragon Ballin, apo doni One Piece-in. Eksakt. Edhe kena zgjidhur si muhabet, as Arlini nuk mërzitet, fillon One Piece-in. Fare. Hajde tash i kthehen atë Game Boy. Ky me syze qorri. Me monokje. Tamam, të amat nivele ty në gjithë kohës. Ka pasi super lëvizje ky që më kujtohet edhe Tenkaichi dhe te Sparkling Zero kanë fut. Gjithë edhe te Fighter Z kanë fut, është ajo lëvizje që i bë durët kështu. Po, i ka dyshe. Po, që rrotullohet. Në rrotullohet. Edhe këta që kanë dërsitu si derri. Për zotin e. Po se i ka myt, ka qenë shumë, ja ama, e shef që vjen me kështu. Po, e mora vesh, vjen me redi. Le grun edhe kalamojt ke aty ku s'duhet me ilon. Ke ishulli e pështenit. Te ishulli e pështenit. Roshi doli i pastër. Po Ren se kapi dot. Atë keqe. Tani, se kjo nuk ka shumë për të folë se pak episode është, por që për episode tjera, që do filloj ajo saga e Saiyanëve, që do vi Vegeta bashkë me atë Qerosin tjetër, me atë shokun ton. Eksakt. Për atë do flasim shumë, kështu që ju keni për detyrë vetëm diçka. Pyetje. Ose po tamam fix, pyetje çfarë doni që të diskutojmë herës tjetër, kur të bëhet ajo saga e Saiyanëve. Në sugjerim tjetër ke për t'i dhënë? Unë them Lale, vetëm në shkruani se ne i bëjmë sipas kaptinës tonë, po ideja o që... Që të knoqen e në jurë, se ne kena fort ide këtu, për shumë unë menoj që Radisi ka qenë shumë më i fortë se që paraqisin këtu këta, do më thënë se që dha aty. Radisi u mendoj, vlla, si Radisi, si Napa, dhe ishin shumë më të fortë, po t'ishin trajnu me Vegeta. Dhe biles, qa mendoj? Një teoria ime, në rast se këta të tre dhe ishin stërvit me njërën e tjetërin, edhe Vegeta dhe ishe shumë më i fortë në momentin që unë desh me Goku. Po këta, shiko, se duke qenë se ka qenë dhe fillimi i historisë dhe për herë kur janë këto fillimet nuk është se japin shumë, ma kupto, se qikosh për shumë, nëse do ta paralelizoj pak me One Piece-in për një moment, me që se ka dalë edhe seriali Netflix i live actionit, që ju sugjeroj ta shikoni. Unë ja. Ishte gjo krasimet pare, po nejse. Se më fare të fundit live actionit, po. Edhe Luffy shkon edhe rreth mund, më saktë, se rreth është shumë kështu zhargon, mund krokodilin, që krokodili ishte Warlord. Patjetër pra. Jo si ishte bë akoma në atë kohë. Si ishte bë? Akoma Warlord si ishte bë. Më duket se po thjesht kishte identitetin e fshet, që nuk e dinin që ishte Mr. Zero, a kupton? Po pra. Warlord duket ishte. Nuk e di këtë pjesë. Nëse pak rëndësi ka, komentoni ka qenë apo s'ka qenë Warlord, ka që zgjidhni kollaj fare. Na i thoni ju. Se ne do e shohim mbrapa, po se shohim dot tutë. Eksakt. Kështu që e kupton, duke qenë se ka qenë fillimi, bëhet prezantimi i parë i Saiyanëve dhe Saiyan me nivel 1000 për shembull siç del Radis si këty është turp, ndërkohë që ty të vjen për shembull Frieza, vjen Vegeta mrapa me Napën që nxjerrën ato. Po Saibamenet. Nxjerrën qimthat e vegjël që ishin Saibamenet. Do thotë këto tha janë në nivelin e Radisit. E kuptohet domethënë. Edhe shif sa shpejt u rrit niveli i fuqisë këtyre tjerëve që u stërvitën për i vit me Krulin e me Yamcha, me Tien Shinhan, ku dëgjon gjithta, që ishin në fazën që këta mundin gjithë Yamchën për një vit stërvitje. Imagjino se çfarë mund të kishin bë. Po. Jo Yamcha. Yamchën e rrafin gjithë. Imagjino se çfarë mund të kishin bë. Saiyanët po të stërviteshin për i vit. Ku të stërvitesh më në kapsulë që ishin si fasule? Po, tamam. Veç me flet gjumi ishte. Ta kishin një kështu, burrë, kishin një as. Ja vllai është si gazonjerë të astiri kjo. Kupton, vetëm për me fut kaptinën, nuk ka më tutje lale. Ai buxhet kishin atë. Rrotullohu këtë halë, rrotullohu në krevat. Atë kishin. Para kishin kuzhinë. Atë me televizor kështu. Që ta merrte me miza se s'kap kablori ani sipër. Pamjen e kishin atë lale. Pamje hapsinore. Lene tash mas na knoqe. Edhe ja. Si gazonjerë ke kombinati la. Ja këtë të shpërdorumet. Edhe këta tani ideja është që këta u stërvitin për i vit, Krulin u stërvit për i vit, a kupton, shkoi nivel Radis për i vit. Edhe më i fortë se i mundën ato Saibamenet, a kupton?
Imagjino tani Sajanët kishin vetëm këtë asin në mend që e kam për shembull power levelin 3000 që mund ta kishte Napa ose 5000. Bohem Mozaru shkon 50000 direkt, se bohesh herdhjet, edhe e flinte menin që fitonte për herë. Thjesht priste rasti kur duhet me gjujt, bab edhe Nëse prit parë sa të kalojmë te domethënë te pjesa e sagës, do të qëndrojmë te kjo që është dhe trajnimi Gohanit. Po. Tu futet dhe trajnimi Gohanit, sepse gjatë trajnimit me Piccolon, që e merr vet Piccolo me dhunë, duke qenë se Goku dërmu nga ku vdiq marrë, po shkoi te Mordecai. Eksakt. U sagatu në luftën me Radisin. Megjithëse ajo 3-beam cannon që boni Piccolo që i çpoi të dy si shish kebab, lale ishte. Po tamam e boni si shish kebab. I fudin e dy qep në mes. Për zotin pra, kupton, apo siç e kështu, shujtje e trungut familjar. Po, i fiku komplet të dy për herë. Tap, këlltup aty direkte. Dhe trajnimi Gohanit ishte kafshëror, lale. Po mori vetëm atje, i tha tash ta mbi ato. Eksakt pra. Edhe se nuk mos shkojmë atje se ka shumë për të folë, se do hynte do e lëmë te episodi radhës, se di çfarë do thoya, imagjino kur Gohani bëhet Ozaru. Po prap aty jemi. Ky tash detyrohet që të shkatërrojë Hanën. E kupton domethënë se çfarë do nuk e marr mendsi kujtohet. Hana mrapa prap. Jo, nuk ngeli nik se çaj quhet ja doli Ozaru, për mua ka qenë fantastike si gjë. Por hënën e ktheu ky më Vegeta. E bëri hënë artificiale që u bë Ozaru Vegeta. Po, dakord, ai e bëri për vete, po hëna si u kthy se shpjegon kur ajo që shkatroi Piccolo. Po e kthim prapë me një sferë dragoj, kuptoj. Morën tek. E ka marrë Ulongu, ka dash në pal brek bashkë me hënën, më ka thonë. Na kthen në çik hënën se duhet. Amon të keqe se. S'po kena kështu gjona romantike. E vrasin Radisin le. Jo të vrame po. Sagatume le. E pamëshirshme. Di cila sken kujtohet më aty? Kur i ka dhënë Radis i keq fare këta. Po them keq që kishte lënë me i kam, me i dorë, këto që të dy. Ati Piccolo si akputja 3 herë krahat, si ato filma që atë si buburrezët. Një dy dalë. Del Gohani nga ajo kapsula. Edhe thjesht ja fut me kokë, ishte e lek shumë nokaut. Aty më zhduk tipike shqiptare. Kaptina vloj gjaku. Kuptoj lale. Me kanun. Gjoksi me vrim atë. Me kanun. Se pikse hati si ju po gjoksi me vrim. Ço biri topijave. Jo ka qenë epike sepse edhe Toriyama aty jep hintet e para, pra që Gohani do bëhej personazhi i ri kryesor. Kjo ka qenë edhe një nga anëncimet që ka bë shumë vite më përpara. Që Gohani, do më thënë unë Gokun do ta skualifikoja. Pse e ka vdek 3 herë. Normalisht, pra se lindi Japonia, se ishin prej diella. Pastaj kur pan se sa popularitet mori Goku si personazh dhe rivaliteti me Vegetën që u bë. Kjo ishte epike, sepse Vegeta e ngriti, se Goku do ishte thjesht. Po shikoj se nga rivaliteti Gokus dhe Vegetës nuk kriju gjithë saga Naruto, se ti jemi realista për këtë pjesë. Domethënë Naruto dhe Sasuke. Pjesa po. E kuptoj që ishte njëri protagonist që ishte mushk nga trut budalla, ishte Goku në këtë rast, edhe Sasuke që ishte gjeni që në këtë rast ishte Vegeta, e kuptoj. Edhe po flasim që kur ka filluar Naruto, mos gaboj unë Dragon Ball i pati marrë komplet. Po, më mend jo komplet. Po pati marrë. Ka qenë deri te Busaga po. Ajo pjesa kryesore deri te Busaga. Se GT është komplet më tjetër, po që e kam llafin kishte marrë komplet edhe vet ai autori i Narutos doli dhe tha vlla un jam frymzuar nga kjo gjë. Eksakt. Po kjo kanë dhe vet kanë pas miqësi shumë të mira ata dy si autor. Në ndryshim nga Oda që se le te gruaja me dal për shtëpi. Shiko, jo, Oda është komplet specie tjetër, valla Oda nuk ka lidhje fare me këtë se Shiko, edhe Oda është bazuar të gjitha animet japoneze, do më thëmë po flasim që janë të gjeneratës vjetër, do më thëmë sensi, jo të vjetër, se vjetër u hy ka pa fund para Narutos, kjo si Dragon Ballit edhe u hy. Por, që janë gjenerata e Dragon Ballit e më tutje janë inspiru të gjitha nga Dragon Ballit. Pra sot shumë anime që ne i kena hype janë inspiru nga Dragon Ballit. Ne kemi thonë që në fillim që Dragon Ballit thjesht hodhi këto xixat e para, edhe këto tjeret pastaj që i morën thjesht i zhvilluan shumë gjerësisht. Shiko, është si puna e historisë.
Po flasim për Dragon Ballin që boni thjesht 120 episode dhe arriti pikun me 120 episode, ndërkohë ti ke Naruto që ka 700 kusur, 500 dhe 230 ca, 700 ca. 700 ca. 700 ca, e kupton? Edhe 700 ca Naruto ka zhvillu, domethënë Shiko, të dy autorët ndoshin një linjë krejt tjetër. Po, normal, atë do thoja. Domethënë Goku, Dragon Ball i vet si anime kishte në qendër të vëmendjes miqsinë, aventurën. Po. Kupton? Edhe këto betejë normalisht për miqësia dhe aventura. Për të mbrojtur deri diku do thosha se deri tek pjesa jo Tournamenti as Busaga. Po, jo, do të thotë Busaga do thosha. Deri tek Busaga janë sakrificat e Gokut, domethënë të këtyre që ti e mësuar o vlla ti shofësh me sakrificë. Po. Pra të vrasin veten. Pra, po kaloj çik përpara, kupton, po do të flasim më gjerë normalisht, mund të arim dot pa i cek. Jo, kjo është thjesht prezantim, çana pret 50 episode të radhës. Për cekje të gjës, unë e prisja që te Cell Saga Goku do vetë sakrifikohej, e prisja. Sepse po ta marrësh pak a shumë në çdo saga Goku është vetë sakrifiku. Vetëm te Frieza për shembull që u bë Super Saiyan. Po dhe aty kuptoni nisi këta manie përpara dhe vetë supozimisht u sakrifiku, po nuk e dinte njeri. Bravo. Edhe te Cell Saga e prisja vdekjen e Gokut apo sakrificën e tij. Tek Buu Saga unë mund ta prisja prapë vdekjen e Gokut. Po bajat pastaj do shumë e parashikueshme. Ma doli out of nowhere sakrifica e Vegetës vlla për Trunksin. Po. Domethënë, unë dhe sot e kësaj dite, sa do mund të shikoj anime, filma vizatimor, ndjenjë sakrificës e gjitha me radhë, edhe te episodi me Vinin. Po. E ka thënë dhe Vini vetë, kur kam bëhat monolog, mund kanë dalë lot, sepse realisht është një monolog një babaj, që presupozohet, pra që në botën e sotme dhe të atëhershme, se sot kanë ndryshuar çik gjonat, më shumë në të atëhershme, burrat nuk flisnin vlla. Po, vetëm burrat ishin thjesht provider edhe riprodhuesa, kaq. Lço farën ke toka edhe hajde le të rritet. Është Baçevoni që kujdeset. Në sensin që dhe të shikoje një të atill që Vegeta vetë sakrifikohet, ishte për mua personalisht si fan si Vegetës, what the fuck, bro. Po, kur e mendon se e njëjta gjë te Janemba. Betejë me Janembës. Po, te filmi. Shiko, ka Vegeta si karakter është zhvilluar shumë edhe për mendimin tim unë mendoj që ajo asnjëherë nuk ka qenë karakter i keq, villën, antagonist, quheni si doni, për faktin se Vegeta vlla ishte thjesht shërbëtori i Frizës, ishte shumë i vetëdijshëm që ai kishte parë trajtimin që i bënte Friza Tiatit. Po, ishte shumë i vetëdijshëm që ai Frizën në gjendjen që ai ishte nuk e mundte dot. Edhe vendosi që gjatë gjithë kësaj kohës në një mënyrë indirekte të shërbente, po ndërkohë edhe të forcohej vetë, të rritej në nivel fuqie, dhe në momentin pastaj që ky rritet mjaftueshëm që u bë pak egoist, Vegeta për mendimin tim është një ndër karakteret më egoiste që mund të ekzistojë. Po, jo nuk ka, është the father of Jo, pas shiko, varet se ka ke skanorin të ka egoist, ke Gohanin zemra. Kush është Gohani? Ja, fot kot, lale Gohani, egoist? E di kush është problemi Gohanit, se Gohani nuk ka këtë finishing move, se Vegeta me gjithmonë është egoist, po të vriste ama. Gohani ishte egoist, ishte shumë i fortë, po thjesht kishte atë zemrën e mirë që na lënte fund fare. S'ka lidhje egoizëm, ajo është altruizëm, nuk është egoizëm. Po ishte egoist për faktin që unë jam i fuqishëm, se dhe Vegeta këtë kishte egoizmin, që unë vlla ty të vras, e kupton se ja boni Zarbonin që thotë që shkoj me idenë që do e dhunonte, u transformu Zarbonin që u bë si zhapik vape. Patjetër. E myti Vegetën, e la aty si mbeti ushqimore të një trupi të caktuar. Po Dorian në thiun mesaj. Po Dorian e kputjej. Edhe mori shumë hajp, a kupton? Po, eksakt pra. Shkoj te Zarboni, tha, asi edhe ky si Dodoria, do e dhunoj edhe këtë. Po, si se u dhunu keq aty. U dhunu keq, masanet qa boni? Ciao sa ciao. Se përkalojmë shumë të tjerë. I boni dendeni një kështu një magji nga këtë fjerit, edhe erdhi dy fish, tre fish i fort, i shkoj Zarbonit prapa atje, e kapi për mjekra, e çpojmë dysh edhe vlla, unë tash për Frizën. Jam shumë dakord Lale, po të them, domethënë, kjo është kputja e parë. E la kështu. Pra, se do të rrugës. Skep me mohabetin. Ideja është Lale që
Gohani në asnjë moment nuk është tregu egoist. Por kundrazi, Gohani si thush, i trashëgoi më së miri virtytet e Gokut. Ore, dakord si karakter. Sepse edhe vetë Toriyama e kishte planifikuar që të merrte vendin e Gokut. Po, Gohani kishte një lloj egoizmi tjetër, nëse mund ta fusim te filmi që është bën fund fare, që transformohet që bëhet bis, po. Olla ja fut Cellin me grusht, ai Cell Maxi që është ai që grushti e tij ishte 2 dhomë e kuzhinë. Ja fut me grusht dhe ky thjesht rri kështu e kupton statik fare dhe thotë is that all you have? A kupton? Atë kanë krenari gjithsa janë, do por sa bota se fal Goku. Jo, asnjëherë. Goku që u bë Super Saiyan në fillim fare që përveç fillimit. Ja, përveç fillimit. Gohani e ka çdo moment që fuqizohet pak, direkt bësi karagjoz. Edhe për herë ka ngul. Ma thuaj rast që Gohani ka fitu. Te Celli lele, a e superoi Cellin komplet? Po. E myti. Po. Nuk kishte shanse Cell vlla ja futi tek grusht e lam tokë, që supozoj ishte super i fortë. Vegeta nuk e presim që ti thjesht. Po, se Vegeta është shtyn te status, ishte princ. Eksakt. Pse kur boj Vegeta, kur boj Gogeta. Ato janë. Ja. Janë tjera. Dhe Vegeta ka skenën e vet. Çai bë Android 20, s'non me kush ishte ja shqiu krahat. Ha? E tha, do you feel fear now, bitch? S'ka nevojë, s'është problem. Ngeli olla domethënë kishte egon, po Gohani e ka pak më lart se gjithë të tjerë dhe e di për çfarë them e ka më lart, sepse këta prit ta shpjegoj. Këta vlla janë egoista po të marrojnë punë. Goku dhe Vegeta janë egoista po të marrojnë punë. Kur erdhi Frieza që u bë Golden Frieza që ishte Goku që u bë, që i tha që u transformua pa, po super i fortë, apo ndaloi sekondë vllai, bap one punch in ç'është ai. E la Frieza në shaku. Po, mos harro se kur e ktheu Uizi. Po. Vdiq. Ja, mos mi kthem më apetet kështu. Frieza shkatroi planetin dhe Uizi kishte mundësi me 3 minutave që Vegeta kur po tallte bythën aty shkoi Goku që i ra grusht. Dakord, aty ishte dobësia e Vegetës, po ta kam live që Gohani zemër bëhet super i fortë. A kuptoj, është shumë superior mbi tjerë, do thotë tash po argëtohem me ta. Lale, diku transformu Gohani momentin që ishte te Cell Saga. Po. Dakord? Aty ishte që u transformu Gohani, domethënë nga dikush që ishte i bullizuar i lagjes tek konfidenti i lagjes. Dakord? Që i thoshe Cellit, ama mbyllë këtë muhabet tash se e dim që do të rrafim, mos bëj të rraf. Jo, ai që në fillim i tha, pa u transformuar akoma, tha, lutem, tha, mos më prek më tela. Edhe e di që s'mëlqen te Gohani, do të thënë se ta mbyllim te dhe dalim prapë te kjo 2 minutë të fundit, se ja, shikon çfarë do bëhet 5 episode të radhës, zot boje marr. Nuk e di domethënë. Te Gohani nuk më pëlqen kjo. E degeneruan Goku në atë Cell Junior-at. Po. Se çao kokën fare. Kalun te Piccolo. Se çao kokën fare. O e mytën atë Kruli atë vogël. E mytën. Se për këto tjerët vari të nejë, nuk është se e vriste me në faqe Vegeta, e kupton me Vegeta kishte bif. Po mytë Krulin më burra, Android 16, veç koka i kishte ngel. Më ndë se Gohani është bivla. A? Nuk e di, vetëm, jo, si ka dhënë provat Lali, ka fëmijë. Le, s'ka lidhje. Vetëm koka i kishte ngel ati, pse i tha, ky do vrasë gjithë harabelat e botës. Tak, priti herë dha, për to, u drejtu i tha Cellit, na loj sekonda, mos ma pysh pak skenën këtu sa transformohem Super Saiyan 2, bam u transformu, edhe i plasi gjithë ato Cellit. Se duhet bita është i gjitha kuqe, ama jo, transformimi Lale më i bukur. E kënë gjua dhe kërë thënë bi vapan kokë, e në ati. 2 orë aty të e mytë Celli, ra vapan kokë, pami kërciti i gjomu këtu. Edhe hopë Super Saiyan 2. E po kërë menon thell që Celli ishte aq i fortë dhe ky ishte thjesht 12 vjeç, praktikisht 13 se ishte 1 vit atje. Ka qenë për mendimin tim arku më i bukur i Zës. Patjetër. Deri aty ka qenë Kroni, se pastaj buja është komplet për mendimin tim arku i Bus është i qanë çfarë do lloj aspekti. Mund ketë sa të mishmashe se nuk ka përfshi shumë të tjerë, se kanë qenë 3 përfshime dhe notën e mirë, 4 se fut edhe Gotenksin që u bën këta. Po. A e kuptoj, po nuk është se pat në rol të mos. Por që nejse, unë them të lejmë për herës tjetër, këto dalim këtu prapë. Tu bë radhë si nga Vlora, tu bë me vrim gjoks. Tu bë me vrim gjoks si myti gjithë ta. Tani. Çfarë ka pëlqyer më shumë te gjithë ky arku Radi, si ta përmbledhim shkurt fare? Transformimi i Gohanit valla. Domethënë transformimi i Gohanit dhe kjo është skena për mua më epike. Kjo është skena më epike që ky e karikon 5 minuta kët. Domethënë duhet ta mate diku
10 minuta atë qerekore të zënë ky Radisin që të karikoj po jam këtu si bëjnë pikojnë, se tu nuk ishte hyj akoma fast chargeri, kupton loj. Po, se ishim në 95. Kjo kishte me 220 volt direkt. Pra, kupton ishte kështu. Sakrifica që bën Goku. Patjetër e pritshme. Thonë nuk ka mesazh. Tu nga vlonjat vlla, nuk e di. Më kujtohet, është një histori, vlla. Po më pse nuk e lëshoj këtu për shkakun? Debilmer. Pse nuk e lëshoj valla? Ta kishte lëshu, sa ai po shponte Radisin ndërkohë. Shikoj, edhe Goku Gohani mund të ishte aty 3 vjeç, po Goku 20 ishte. Pallosh ishte, kupton? Po 20 ka qenë. Ja, di që edhe Goku mbaroi punën edhe këtu. Eksakt. E me tek krah tash. Vallai për zotin, çam kujton kjo e Gokut? Ka qenë një histori, është një hitolabi me çetën e Çerçistopullit. Disi ka vdek ai? Shkoi doli topit përpara se kishte pishte bolluc. Tha nuk më shpo topi më gjoksin. Pym. E boni si ato kur kena vrima kështu me punë. E boni si ato kur kena qef fëmijë që kena pas to pistoletat me gogla, që i vishe gishtin aty të bllokoja ajrin. E ne lali po si azuni mirë ajrin i doli topi. Ne. Tash ta zbukurojmë pak. Radisi ka qenë më i forti. Arkut. Okej, më i forti i arkut. Sipas teje, kush vinte pas Radisit i dyti më radh? Goku. Jo, do thosha Gohani. Gohani kishte shpërthim. Okej, Gohani vinte i dyti me shpërthime, se me shpërthime, se kështu ishte i qyrs akoma. Nuk ishte i sa i fortë ishte. I treti. Goku. Ja, se besoj. Pse? Piccolo. Piccolo ka qenë më i fortë se Goku. Faktin vetëm që fluturonte. Jo, ka qenë më lart se Goku. Tu ka qenë çyryk më burr, se shefësh me i krah. Po, ka qenë edhe kur i masin atë Battle Power. Piccolo ka pas për herë më të lartë se Goku. Goku kishte shpërthime të momentit, po Piccolo kishte konstant më të lartë. Doli ky qerosi jo. Musteqa. Të keqen. Këto që han buburreca. Jo më janë të hongër pajdhaqe. Pajdhaqe? Ata janë të hongër brimer. Chicken fingers. Goku ka qenë Piccolo i treti për mendimin tim, ose më saktë do thoya Piccolo i dyti se ka qenë konstant. Po. Goku i treti, Gohani i katri, pastaj kush vjen sipas teje? Krulini. Mendon se Krulini ka qenë më i fortë se Yamcha? Se Yamcha dhe i Tenshinhani patjetër. A thua? Krulini i pestë. Krulini gjithmonë ka qenë për shembull numri 2, le të themi, derisa u shfaq Vegeta. Kupton që pastaj u bë numri 3. E di që para se të fillonte kjo Saiyan Saga, ka qenë një film, nuk e di nëse kanë qenë disa filma, po një që po ka qenë me Dr. Geron. Jo, Dr. Willow. Dr. Willow dhe ajo, po ka qenë një tjetër me atë Namekun e vogël, Juji. Po, King Junior, si ka i Nëse pak si komentoni Mbreti Pilaf e ka pasaj. Shqip e ka pas ashtu, pa anglisht. King Pilaf e ka dhashu. Ai që transformon, që merr fuqi, po, që bëhet i errët, që shkojnë te aty tregon sa i fort ka qenë Gohanin, nëse mund ta fusim te filmi. Pastaj Krulini, Yamcha po Tenshinhani. Tenshinhani, Yamcha është për gjithmonë i fundit. Pastaj vjen Yamcha. Edhe Chatsu që ka me vete Tenshinhani është se edhe kjo na marroi fiks tash këtu. Po, është më edhe Chatsu është më i fortë se Yamcha. Top 3-shja, Radis, Piccolo, Goku. Pastaj vin këto tjerë. Pastaj vin këto qyrsa. Në fund fare Breshka. Po. Apo ai Katunari. Ja, ai Katunari dale. Ai Katunari se me ai dhon truni Breshkës me e ka mbrapa. E mytim shpulla, llagadau. Tashi. Sa dhe ky vdiq. Po. Shtatat i ka pas nesër. Ashtu ne ikim të jam pilafin se e dikim të jam pilafin. Për herës tjetër, do flasim specifikisht jo kështu siç folim sot e nxorrëm kështu sa për warm up. Po do bëjmë. Ja pa batuta se levne se nuk rrihet, si mund mos ta diskutosh për shembull këto që kanë hik syt lart. Çfarë ti thua? Edhe kjo direkt. Me vjedhme. Të keq. Si me qenë shqiptare. Qive ja futi çipin. Të tejmë ka. Të keq. Herës tjetër do diskutojmë për tamam Saiyan Saga. Sa episodet janë? Student e arkitekturës, e vdek me. Sa episodet janë aty, nëse ju keni pyetje, unë ju them vetëm diçka. Çojeni dikë komenti këtu, do i shihni si në Instagram, si në TikTok ku të keni dëshirë, do i shnojmë se kena marrë fletore. Unë kam lapsin ky fletore. Ma shani më bëdit. Herës tjetër do i lexojmë gjitha këtu. Për zotin lale. Shkruani se kena për të lexuar në studio dhe do japim përgjigje të gjitha. Vetëm mos bëni pyetje Naruto apo Luffy se po flasim për Dragon Ball. Po bra. Atë keqen.
Nuk kena për t'i fut në defter ato, kjo është puna. Po i fusim, po s'kemi si t'i japim përgjigje. Eksakt pra. E ne bonin një pyetje për këtë Roshin, sa i farë. Do them ja 2 teori për këtë Roshin, po episodin tjetër. Episodin tjetër. Për zotin, janë teori të frikshme. Episodin tjetër. Morëm. Shifna dielën tjetër. Ta mbyllim për sot them unë. Shifna dielën tjetër Sajan Saga. Okej? Pyetje ju lutem, mos fillojmë me pyetjet tona, se ne do fillojmë do zinë. E shifën ju çfarë bëjmë ne. Dhe thjesht për Gohanin filloi sherri, ma gjë çfarë bëhet për vetë zinë. Ne çfarë do bëj kur të vinë nata. Ne më kur të vdesi dhe i mortal one. Rritesh. Jam ça. Rritesh. A mbyllim? E mbyllim. Atë pra shifën atë shtunën tjetër, diel nëse harrova se ne. Ciao. Bye.